kushmëri shumë të mirë, kështu që faleminderit shumë. Po më vjen mirë. Na jena një periudhë pak më të lehtë për me bë sene kreative, për shkak shumë dinamizmave, rrethonave, rrjeteve sociale, ChatGPT-s. Ama labi në kohën kur ke bë lab te emisione ide kreative, as ka pas ChatGPT, as ka pas... Ti e kon vetë ChatGPT-a, vetë krejt. Ka të vishën vllotën ato ide? Nuk e di. Ndoshta pse si fëmijë edhe si i vogël, kom këqyr shumë televizion. Okej. Edhe në anën tjetër jam kon shumë i lidhur me artin, me përgjithësim, me gjithçka dhe me zonë të artit. Pastaj e kemi pas në shtëpi dhe mas parte ka pas njëri prej kujshive, edhe unë e përshëndet Basen Malet se ka pas satelitin, e na u lidhshim me satelitina, pëse për para më kujtohet, nëse e mbanin mend dhe thonë me kabla u lidhshim. Kështu që momentin dhe më thonë që ata nuk ishin dëshin me dalë të kur ja bisha, veç të shumë fashion të vinë. Lema dhe më thonë në atë kodë, më thonë po plasë për kone e para luftës. Kështu që ndoshta pse kom dash gjithmonë. Edhe mas luftës u kon sateliti, unë e di që dillën e kthej shumë për labin satelitin, tani e kthej shumë për Turqinë. Për i brenda të fetën. Ibrahimin, po dhe se u kon. Nuk e di. Se unë balkon, ata e këshyrshin, a o mirë. Kthej ka labi. Nuk e di, ndoshta pse e kom dash gjithmonë, e kom dash bukurën, e kom dash të artin, e kom dash botën e modës, jem konë gjithmonë edhe mërenda për mërenda familjes, edhe mërenda për mërenda shtëpis, kom qena i frymëzusi për shumë qka, dhe me thonë, unë kom pas fatin më rritë me një familje shumë të madhe, të e marrë para